Përshëndetje gjithë ju të shenjës së shigjetarit. Mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do bëjmë parashikimin për muajin dhjetor edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një muaj sa më të mbar të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit, videot e javës, por dhe video të vitit 2026, por dhe video me tema për dashurinë. Ju mund të dëgjoni dhe shenjën tuaj ascendente ku e keni. Dhe shohim energjinë që do na vi edhe në lidhje me shenjën tuaj. Atëhere, jemi të energjia e shenjës tuaj, kemi energji të shenjave të ajrit, kemi dhe energji të shenjave të tokës. Ju mund të keni dhe ascendenten ose hënën në këto shenja. Gjithsesi ju shoh që keni kaluar shumë probleme. Mund të keni kaluar probleme në lidhje me dashurinë për gjithë ata që kanë lidhje me këtë. Një pjesë tjetër, në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Për disa të tjerë mund të keni kaluar probleme në punën tuaj, dhe këto kanë qenë për një kohë të gjatë, por edhe në lidhje me anën ekonomike. Gjithsesi, është një fillim muaj që ju do kujdeseni për të ndërtuar gjërat përsëri. Në qoftë se ju keni pas një njohje që ka pas probleme, atëherë ju do filloni që të investoni tek ky person gradualisht dhe për të arritur këtë dashuri ose në marrëdhëniet tuaja. Por edhe te vendi punës shoh që ju do filloni të ndërtoni çdo ditë nga pak. Flasim në lidhje me punën tuaj, por dhe nga ana ekonomike. Në mesin e javës, shoh që keni marrë shumë eksperjenca, si në lidhje me dashurinë, në lidhje me punën nga ana ekonomike, por mund të jeni edhe në çështje dhe situata të ndryshme. Mund të jenë çështje ose situata në lidhje me familjen tuaj, në lidhje me dokumenta të ndryshme. Për një pjesë tjetër në lidhje me shëndetin, ndërsa për disa të tjerë në lidhje me studimet tuaja. Por ju do fusni një frymë të re, do merrni vendime të rëndësishme gjatë mesit të javës në lidhje me çfarë do lloj situate që mund të keni pasur në jetën tuaj. Por duke përdorur mençurinë në lidhje me vendimet që do merrni. Dhe në fund të javës shoh që do keni një ofertë. Mund të jetë një ofertë dashurie për pjesën e personave që mund të kenë kaluar vështirësi me një person, e kanë lënë mbrapa. Dhe një ofertë e re do vi drejt jush, një person i ri që është duke menduar seriozisht, ose në rastin tjetër ky person dëshiron të jepni dhe një mundësi. Për një pjesë tjetër do keni oferta në lidhje me punën, lidhje me bashkëpunime të ndryshme që do keni, ose oferta ekonomike. Ju shoh që do mendoni shumë në lidhje me anën ekonomike gjatë fundit të javës. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e dytë. Në javën e dytë dhe në fillim të javës, ju shoh që ndiheni të lodhur, ndoshta të lodhur psikologjikisht nga situata që mund të keni kaluar, keni nevojë për një pushim, por ndërkohë jeni duke menduar si të jepni drejtim diçkaje që është thyer. Dhe këtu flasim, mund të jetë një njohje, një lidhje ose një marrëdhënie që është e thyer, dhe ju mundoheni të bashkoni ato copat ose copsat nga jeta juaj ose nga koha dhe nga momentet tuaja që keni kaluar me këtë person. Dhe mendoni si të jepni drejtim kësaj situate. Edhe pse shoh që ky person kërkon edhe një mundësi nga ju. Ndërsa për një pjesë tjetër kjo ka lidhje në lidhje me punën tuaj nga ana ekonomike, me çështje dhe situata të ndryshme që ju mund të keni. Keni nevojë të pushoni, të qetësoheni, sepse sugjeron karta këtë, dhe të mendoni se si të jepni drejtim, duke qenë më të qetë, duke marrë atë energjinë e nevojshme. Dhe në mesin e javës, ju shoh që ose do keni disa konflikte ose ndjeni një lloj konkurrence në njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja.
Për një pjesë prej jush duhet kenë kujdes në lidhje me disa tensione në marrëdhëniet, në njohjet që keni, në partneritetet e vendit punës, por gjithsesi për pjesën tjetër ju mund të jeni ndoshta mendoni të bëni diçka dhe në lidhje me një punë, në lidhje me studimet tuaja, ose edhe në situata të ndryshme dhe ndjeni që aty ka shumë konkurrencë. Por shoh që ju do luftoni fort për të fituar në mes të kësaj konkurrence. Për pjesën e personave që do hynë, mendojnë të japin drejtim në lidhje me një person, shoh që do keni një takim me këtë person. Do shkëmbeni ato kupat emocionale me njëri tjetrin, ose në rastin tjetër mund të ketë edhe një lloj egoizmi në një njohje që keni, në një lidhje ose në një marrëdhënie. Dhe kjo ju ka bërë pak që ju ta mendoni se çfarë drejtimi do t'i jepni kësaj situate. Por kjo ka vlerë edhe në lidhje me punën tuaj, me partneritetet të ndryshme. Unë shoh që një person dashamirës do t'ju mbështesi në lidhje me një konkurim që mund të keni, me një konkurrencë të vendi punës, ose me disa konflikte ose tensione që mund të krijojnë gjatë mesit të javës. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e tretë. Në javën e tretë, në javën e dytë nuk tham keni të bëni me energjitë shenjave të ajrit, të zjarit, të ujit. Dhe në javën e tretë keni të bëni me energjinë e shenjës së peshores, keni të bëni me energjitë shenjave të zjarit, por edhe të tokës. Për gjithë ata që mund të kenë të bëjnë me këto shenja, por mund të keni dhe ascendenten ose hënën në këto shenja. Shoh që do aktivizohet fort intuita juaj në fillim të javës së tretë dhe ju do dëshironi të vendosni një lloj balance në situata të ndryshme që do keni. Mund të jenë disa tensione, konflikte në shtëpi, në familje, me të dashurit tuaj ose te vendi punës, dhe në fillim të javës ju do harrini duke u bazuar te intuita juaj të vendosni një lloj ekuilibri në këto situata. Por ndërkohë në mesin e javës ju shoh që ju do jeni shumë të vendosur në qëllimet tuaja për të ekuilibruar gjërat, për të vendosur një lloj stabiliteti, ose jo stabilitet, po për të balancuar, për të ekuilibruar gjëra dhe situata të ndryshme që ju mund të keni. Ju shoh në një pozicion të favorshëm me qëllime në veten tuaj, do keni kontrata të rëndësishme gjatë kësaj periudhe, por do jeni duke menduar, duke i vënë qëllime vetes dhe në lidhje me këtë person që do njihni, me një takim që do keni, ose me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Dhe në fund të javës shoh që jeni duke menduar shumë seriozisht rreth një personi, rreth një dashurie, me qëllime në vetet tuaj në lidhje me këtë person, ndërsa për pjesën tjetër ju do mendoni të mbështesni ndoshta nga ana ekonomike fëmijët tuaj, ose ju do mendoni shumë fort për anën ekonomike, por mund të keni mbështetje dhe nga një person që mund të jetë një person i afërt, mund të jetë një motra juaj, nëna juaj, që ju mbështet ose ju këshillon, ose nga ana ekonomike, sepse unë ju shoh me shumë qëllime dhe jeni te energjia e zjarit, te energjia juaj, por ju shoh në një pozicion mbretëror. Gjithsesi, dhe janë dy, është mbreti i zjarit, kemi dhe mbretëreshën e monedhave, që është një energji shumë e fortë, dhe kjo tregon që ju vërtet i vendosni qëllime vetes, por shoh që mund të jeni, një pjesë prej jush mund të jeni edhe në një pozicion shumë të mirë ekonomik. Dhe vazhdojmë në lidhje me javën e katërt. Atëherë në javën e katërt kemi të bëjmë me energjitë shenjave të ajrit, energjinë e shenjës së luanit dhe energjitë shenjave të tokës. Në fillim të javës 4 ju shoh që jeni duke menduar, jeni në gjendje pagjumësie. Kjo ka zgjatur për një kohë të gjatë dhe jemi te nënda e shkopinjve, te nënda e shpatave.
ju keni kaluar shumë probleme, kjo gjë ju ka lënë pa gjumë, mendoni në lidhje me situata, me vështirësi që keni kaluar, me goditje që keni marrë në jetën tuaj, dhe jemi drejt fundit, sepse jemi te 9 nga 9 do dhe 1 për të dalë nga kjo situatë. Ju jeni duke menduar rreth një dashurie, rreth një personi, rreth një mundësie që ky person kërkon, ose rreth një oferte të re që do keni. Për pjesën tjetër, ndoshta jeni duke menduar në lidhje me familjen, me shtëpinë, me fëmijët tuaj, ose edhe në lidhje me dokumenta të ndryshme, një pjesë me anë shëndetësore tham, por një pjesë edhe në lidhje me studimet tuaja, por edhe me situata të ndryshme që mund të keni pasur te vendi punës, por dhe nga ana ekonomike. Edhe pse është fundi viti do jetë gjithmonë që njerëzit mendojnë në lidhje me ndoshta edhe me pushimet, nëse do jeni bashkë me fëmijët tuaj ose jo, mund të jeni duke menduar edhe ku do t'i kaloni pushimet, varet nga situatat që keni. Gjithsesi në mesin e javës 4, unë ju shoh që ju keni kaluar shumë sfida dhe këtë e shoh gjatë gjithë leximit. Shumë tensione, shumë vështirësi, shumë goditje, jeni në një gjendje që keni nevojë vërtet të qetësoheni dhe të pushoni për t'i dhënë drejtim situatave, sepse keni kaluar shumë sfida, por ju do gjeni forcën për të ecur përpara, për të çuar gjërat para. Shoh që kjo forcë që do keni gjatë mesit të javës 4 do t'ju zbukuroj, do t'ju japi një energji të jashtëzakonshme, ju do ndjeni më të sigurt në veten tuaj në lidhje me çfarë do lloj situate. Si në lidhje me dashurinë, ndoshta për të përballur me një person, me një situatë, me një çështje, dhe në fund të javës së 4 ju shoh në dilema. Edhe pse ju e gjeni forcën, përsëri futeni në dilema në fund të javës 4. Një pjesë prej jush mund të jeni në dilema, jeni midis dy personave, mund të jeni midis dy situatave, dy punëve të ndryshme, ose dy situata çështje ekonomike të ndryshme. Mund të jeni midis punës dhe familjes. Jo domosdoshmërisht mund të jeni midis dy zgjedhjeve, dëshironi të bleni një shtëpi dhe keni dy opsione, ose të bëni blerje të ndryshme për fund vitin dhe jeni në dilema. Për një pjesë tjetër mund të dëshironi, jeni në dilema se ku do shkoni, ndoshta për fund vit, ku do ta kaloni, si do organizoheni, sepse jemi në ditët e fundit të vitit. Gjithsesi është një muaj, nuk mund të them shumë i mirë, por ju dilni nga probleme, tregojeni më të kujdesshëm, mendoni të jepni drejtim situatave, i vendosni qëllime vetes, mendoni shumë për anën ekonomike dhe ju gjeni forcën për të vazhduar përpara. Por ndërkohë do mendoni dhe në lidhje me dashurinë, me njohjet, ofertat e reja që do t'ju vinë, takimet që do keni gjatë këtij muaji, kontrata të rëndësishme, mund të jenë kontrata pune, kontrata shtëpie, kontrata martesore, në lidhje me dokumenta të ndryshme. Gjithsesi, shohim se çfarë mesazhi ju japin angjëjt në lidhje me këtë muaj. Dhe kemi energji uji këtu, shohim që do jeni të mbështetur nga ëngjëjt. Mos humbisni mundësitë që do t'ju vinë sot. Në qoftë se ju vjen një ofertë në lidhje me dashurinë, atëherë mos e humbisni. Në qoftë se ju vjen, ky person kërkon dhe një mundësi, atëherë mos e humbisni këtë mundësi që do t'i japi personi, që e kërkon personi. Hapni syt thot, ose mund të jetë një ofertë pune, atëherë mos e humbisni këtë ofertë pune, shikojeni si mundësi. Mund të jetë një ofertë në lidhje me një takim me një person, mos e humbisni këtë mundësi. Por mund të jetë edhe diçka në lidhje me punën, një partneritet që do keni, kontrata të rëndësishme, thjesht mos i thoni jo, mos i humbisni si mundësira, jepini mundësinë personave të tjerë në jetën tuaj. Dhe këtu flasim si në lidhje me dashurinë, në lidhje me punën, nga ana ekonomike, por dhe në lidhje me çfarë do lloj situate, dilemash që ju mund të keni, sepse shoh që jeni përqendruar në një lloj trishtimi.
E rëndësishme është që mos humbisni mundësitë që ju jepen nga ky trishtim që ju ka kapluar. Hapni syt dhe gjeni forcën për të ecur përpara dhe ju e keni forcën sepse ne ishim te karta e forcës, ju keni kaluar vërtet shumë sfida, por këto sfida ju japin forcë për të vazhduar përpara. Dhe ju do ta gjeni forcën gjatë këtij muaji për të çuar çfarëdo lloj situate që mund të keni në jetën tuaj ta çoni para. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Ju uroj edhe një herë një muaj sa më të këndshëm për ju. Mos harroni mund të ndiqni dhe videot e kaluara, videot e muajit, videot e javës, por dhe videot e vitit 2026. Ju uroj dëgjim të këndshëm të kësaj videoje, po dhe një mbasditë sa më të këndshme.